Makina më shpejt që kom hetë zemë sot. BMW-ja me S58 e ka shkri talentin fare. Super motor. Shumë i fuqishëm, shumë torki, shumë i përgjithshëm. E ndro marshet direkt. Nuk ke as i lloj Benzi për momentin, as i lloj Audi që të t'japet ty adrenalinën në performancën e kësaj. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini video në radhës. Sot do bëjmë makinën më të shpejt, besoj, që kena bëu deri tash. Edhe pse se kom provu, po e kom i përshtypje që do jetë më e shpejta. Ky është Motrash GT10 Competition i 2024-s, është bom komplet G-Power. Grillën e ka të CSS, drita t'i ka lazer, këto DRL janë bërë këto të verdha që janë shumë bukur. Këtu në video është me shkuti, po është drita moma, komplet pjesën karbon këtu para. Këto grillat e mloja, në fillim fare kur pa dalë me këtë dizajnin, na që duke shëmtu të gjithëve, po tash më ka filluar të më pëlqyej çik. Se po i bëjnë tjerat më të shëmtuta, kështu që mirë është kjo. Distronikun e ka këtu para. E ka ngjyrën e veçantë, e ka ngjyrë individuale. Frozen Pure Grey më duket se quhet dyshi. Diset para i ka 19 që mrapa 20 që, frenat me performancës, Motrash Competition. Pasyrat me karbon, shumë e bukur. Edhe mrapa e ka marmitat G-Power, karbonin difuzorin, komplet të pjesët e tjera G-Power. Edhe këtë spoilerin e vogël të G-Powerit. Tavani karbon, shumë e bukur. Ngjyrë veçantë edhe i shko shumë kësaj. Shumë agresive. Shif sa e gjonë është dhe mrapa, del shumë me egër. Edhe kofa nuk e ka kështu si standard, ja. Shumë makinë e bukur. Po pjesa më e bukur e kësaj është performanca. Edhe aty do e shohim, do e kuptojmë çfarë është BMW-ja tamam. Tash ta shohim motorin, që është pjesa më e rëndësishme e kësaj. Frozen Pure Grey dyshi ngjyra. Tash kjo është S58. Stok ka 510 kuaj edhe 650 Nm tork. Po kësa janë bo intake të Venturit, është bo stage G-Powerit, downpipe, është bo komplet pakete G-Powerit 720 kuaj fuqi plus. Edhe torku do këtë shku, se di, 850 Nm besoj. Ka gjitha këto të Venturit, komplet marmitat G-Power, downpipe-in, gjitha. Ky stok që thot BMW 510, mund të ketë më shumë, si rregull dhe është shumë i shpejt. Tashi, këtë formë që është kjo, mbi 720 kuaj, dhe jetë raket fare, po me zorë pres të aprovoj edhe unë. Tashi, kjo është facelifti, edhe interiorin e ka me këto dy ekranet. Ka audion Harman Kardon, timonin me logon e G-Powerit, me ngroje, këtu ka këto kontrolën e distronikut, volumin, gjonat, gjitha. Tu ke këto kontrollat e iDrive-it, është komplet karbon, rimesa, me head-up display, gjitha. Kjo është me tavan karboni, kështu që lart s'ka as bagjo as gjë. Tu pastaj ke auto holding, frenat e dorës, ke marmitat, M-mode, gjitha këto gjonat, me 1.2 timon, kontrollin e audios, logon e Motrashit, sedilet i ka shumë suportive. Kanë pas edhe opsion me carbon buckets, po kjo s'është me ato. Pedal shifter atë karbon mrapa, shumë e bukur, shumë e pastër. Si interiori mirë, seria 3, po mëja. Ka këto rrypat me logo dhe mës. Nuk do zgjatëm shumë se me zorë pres ta provoj. E thash fillim, besoj do jetë makina më e shpejt, dhe e shohim a do jetë më vërtet, po kam përshtypjen se do jetë. Tash kjo amortizimin e ka të fortë normal, se është Motrash Competition. Ti gjo si ke bo kështu në amortizator, jo. Plus ne kena qu Sport Plus që tashi, një gjohën marmitat. Kafsh. Brutale është.
komplet nivel tjetër është. T'le pa fjallë, që t'i robi me folë. Edhe shumë stabil. Që t'lëviz. Që në më thonë është era parë qypit, me jam su limitet kësaj, kjo t'le. Kjo në 10-10 me këte është zërë me i shku në limita. Do pist, po kafsh. Raket është. Mërda, i loj, sa këtë do hecëshe me lambën e visit ishte shpejt shumë. Kjo ka tork më shumë, a i kise zhurmër, po kjo është loj tjetër. Fjalla e fundit e shkencës. Qa mjeti është. Super mjet. Super makinë. Me këte s'dvjen herë me hecë në komfort ose me hecë qetë. Kjo të bo me i dhonë gaz gjithë kohës me bo downshift. Mos në gjoj mo njëri të përmen fjallën parake. Duhet ma heq nga fjallori fare. Ose s'merë një vesh nga makinat. Frenat mirë i ka, po them se i duen qeramikës kësaj. Super mjet. Qa mjeti është. Super mjeti, për çdo gjë, për çata dush, për straight line, drejt performance, për kthesa, për me bo drift, për çat dush ti. S'ka rival kjo, kategorit vetër jo, po kjo dhe me ato mos sipër, se kjo rival 463-shin, RS4-ën, po kjo ja ka lo stok edhe aty në që i ka më të mëdhej, RS6-ës, ta shi në këtë formë me 700 e cakuaj është. Po t'i gjohëm, dhe pas Ferrara SF90 për t'u kap. Shka 200 direkt o ka. Ka po BMW më ultimate driving machine. Kjo është. Zot. Raket. Qa motori është se 58, qa super motori. Kjo është 2.0 modern. Ai B58 është 2.0 modern, se kjo është më i miri, s'ka motor 6 pistonsh më të mirë. S'është prodhu në herë. Makina më shpejt që kom hetë zemë sot, e sigurt, dhe ndërmot shpejtat që mund të ketë, e që ka dhe më shumë, normal, ka tjera më të fuqishme. Super kamio, shumë e shpejt, i ndro marrë që direkt, tama kur do me majtë,
4x4 sport, e lem diferencial mrapa për drift mode, i bot gjitha, qatë dush ti për performance, për adrenalin, i ka gjitha, është ultimate driving machine, nuk është kot, është më e mira. Nuk ke as i lloj Benzi për momentin, as i lloj Audi që të t'japet ty adrenalinën në performancën e kësaj. S'ke, duhet me shku te Ferrari, te Lambo edhe te Porsche për t'u afru. Është nivel tjetër, se di, nuk e di, nuk. Realisht kjo është super makinë. Super makinë është. Adrenalin shumë e modhe, fuqi shumë e modhe, shumë stabil në rrugë, shumë e përgjithshme, shumë direkte, gjitha, se di që ka kjo për ta eksploru tamam potencialin do pistë. Se me këto rrugë që kena ne, si atë do të 10-10, kafsh fare. Se di, nuk e di me thonë. Gomat janë vu dje, gomat e reja, edhe shqyqyr, edhe me këto ikte, po prap është se di, shumë e mirë. Futesh kthesës me sa shpejtësi dush. Frenat shumë të mira, edhe pse si ka karboni, po shumë të mira. Për krahasu me këto tjerat, shumë ka rami i provu tash i shoh frenat. U vjen çikera kur marrëm review-n, po kjo shumë frenat e mira. Se sa kishte kap bom 2 herë, kena hec goxha, performanca është shkatruese fare, shumë e fuqishme, super mjet. Më thonë, kjo RS4-ën edhe të shovim edhe RS5-ën e RS-dim si dhe jetë pa 2.9 që ka jo. Jo së është motor i keqaj, po edhe RS4 pa 2.9, se di, këto së besoj si logarit. Edhe këto tjerat, C63 njerës këtë fare, se di, hibrid 2 mish. Kurse kjo është nivel tjetër, se di, kjo gju për më lartë se që është, më shumë se peshen e vetë. Kjo konkuron me E63 dhe me RS6. Këto të nivellit vetë të i kam mund me ko. Super motor. Se di, është kjo motor me pa dhe të më dysh, in fact, competition, edhe i ka këte, a i do jetë pak më i lehtë dhe i do jetë shumë i shpejt. Shpresoj duket pëlqyer video, mu më pëlqeu shumë, jam kënaq super makinë, shumë makinë e mirë, shumë e shpejt. Nëse s'keni bërë subscribe bëni dhe follow në Instagram, në TikTok, edhe te faqja makinave Alcar Parts, çfarë pjesësh të duhen shkruani edhe u asillim. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.